tymi që do të dalë afër kiametit. Nga shenjat e mëdha të kiametit është edhe shfaqja e një tymi para se të bëhet kiameti. Çështja e parë, argumentet nga Kurani dhe Suneti. Allahu i Madhëruar thotë: "Andaj ti prite atë ditë kur qielli do të lëshoj tym të qartë, që do t'i mbulojë njerëzit e do të thuhet: Ky është dënimi i dhëmshëm." Mohuesi do të thonë: "O Zoti ynë, lirona prej dënimit, ne tashmë besojmë." E si mund të përfitojnë ata nga këshilla, ndërkohë që më parë atyre u pat ardhur një i dërguar me shpjegime të qarta, e ata i kthyen shpinën duke thënë: "Ai është një i çmendur i mësuar nga të tjerët, edhe sikur t'ju lirojmë nga dënimi pa kohë, ju me siguri që do të ktheheni në mosbesim. Ditën kur do t'i mbërthejmë ata me forcën më të madhe, ne do të hakmerremi." Surja Duha 10:16. Kurse argumentet nga Suneti janë të shumta, i dërguari Allahut alayhi salam hyri tek ne, ndërsa ishim duke përmendur ditën e kiametit dhe na tha: "Çfarë po përmendni?" "Po përmendim kiametin," i tham ne. Ai tha: "Nuk ka për të ndodhur kiameti derisa të shihni 10 shenja para tij." Dhe prej tyre përmendi tymin, Dejjallin dhe kafshën e tokës. Po kështu, hadithi transmetuar nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Nxitoni të bëni vepra të mira para se të ndodhin 6 gjëra: lindja e diellit nga perëndimi, tymi, Dejjalli." Po kështu, fjalët e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam: "Zoti juaj ju ka paralajmëruar për 3 gjëra: tymin që do të marrë çdo besimtar si gripi, kurse çdo jo besimtar do ta fryjë derisa të dalë nga veshët e tij. E dyta, kafsha e tokës, dhe e treta, Dejjalli." Çështja e dytë, mendimet e dietarëve në lidhje me tymin dhe kohën kur do të ndodhë. Dietarët janë ndarë në 2 grupe në lidhje me domethënien e tymit që përmendet në ajetin dhe hadithet e përmendura më sipër. 1. Disa prej tyre janë të mendimit se ky tym ka për qëllim vështirësinë dhe urinë që ra mbi Kurejshet kur i dërguari Allahut alayhi salam u lut kundër tyre, kur ata nuk ju përgjigjën thirrjes së tij dhe filluan të ngrenë kokat nga qielli, ku nuk shihnin veçse tym. I këtij mendimi ishte Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu, dhe ata e pasuan edhe një grup nga selefët, kurse Taberiu e zgjodhi si mendim më të saktë. Mesruk ibn El Ejdej, Allahu e mëshiroft, thotë: "Ishim për vizitë Abdullah ibn Mesudi, veç kur vjen një burr dhe i thotë: Ebu Abdurrahman, dikush që tregon një histori ku pretendon se ajeti që flet për tymin në surën Duha, kur të vi, do të marrë shpirtrat e mohuesve me forcë, kurse shpirtrat e besimtarve si një grip." Abdullahu ngriti zemruar dhe tha: "O njerëz, keni frikë Allahun. Kush ka dije për diçka, të flas me dije, në të kundërt të thotë Allahu e di. Ai që thotë Allahu e di për diçka që ky nuk e di, tregon se ky ka dije, sepse Allahu i Madhëruar i thotë të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam: Thuaj, o Muhammed, unë prej jush nuk kërkoj kur farë shpërblimi për këtë Kur'an, e as pretendoj të jem diçka që si jam." Surja Sad 86. Kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam pa që njerëzit i kthyen shpinën, tha: "O Zot, zbrit mbi ta 7 vite si vitet e Jusufit." Atëherë, mbi Kurejshët ra një vit uria dhe skamje, sa që filluan të hanë lëkurat dhe kafshët e ngordhura nga uria e madhe, dhe kur shihnin në qielli ishte si tym. 2. Shumë prej dietarëve të selefëve dhe të mëvonshmëve janë të mendimit se tymi është nga shenjat që pritet të ndodhin dhe që nuk kanë ndodhur ende, dhe ai do të shfaqet pak para kiametit. Ky është mendimi i Ali ibn Abi Talib, Ibn Abbasit, Ebu Sehid el-Khudri e shumë prej tabiinëve. Ibn Kathiri ka zgjedhur këtë mendim si më të saktin, duke u argumentuar me hadithet e përmendura më sipër në fjalën rreth ajetit të tymit, Duha, si dhe me hadithin e nxjerrë nga Taberiu e të tjerë, nga Abdullah ibn Ebi Mulejke, i cili thotë: "Shkova një ditë herët te Ibn Abbasi radiallahu anhuma, e ai tha: Nuk kam fjetur mbrëm deri në mëngjes." "Përse?" i thash unë. "Po flitej se kishte dal planeti me bisht dhe u friksova se mos ishte duke u shfaqur edhe tymi, kështu që nuk fjeta gjithë natën." Pas përmendjes së kësaj fjale të Ibn Abbasit, Ibn Kathiri thotë: "Zinxhiri transmetuesve të këtij eteri është i saktë deri te Ibn Abbasi, dietari dhe përkthyesi Kuranit, dhe po kështu fjala e sahabëve dhe tabiinëve që kanë pasuar atë me hadithe të sakta e të adresuara tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, të cilët argumentojnë qartë dhe fortë se tymi është nga shenjat që pritet të ndodhin,
Dhe ky është edhe kuptimi drejt për drejt i ajetit Kuranit ku Allahu thot: "Andaj ti prite atë ditë kur qielli do të lëshoj tym të qartë." Surja Duha 10. Pra, do të jetë tym i qartë dhe i dukshëm që do e shohin të gjithë. Kurse historia që tregon Ibn Mesudi radiallahu anhu bën fjalë për diçka të imagjinuar që i duke kurajshve, sikur qielli ishte bërë tym nga uria e madhe dhe pafuqia që i kishte kaplosur. 3. Disa dietarë të tjerë kanë shkuar në mendimin e bashkimit dhe harmonizimit mes këtyre fjalëve të përcjella nga sahabët dhe selefët dhe thonë se bëhet fjalë për dy tyme të veçanta, nga të cilat njëri ka dalë kurse i dyti pritet të shfaqet pak para kiametit. Tymi i parë është ai që i duke kurajshve si tym kur shihnin në qiell, por ky nuk është tymi i vërtet që do të shfaqet kur të ndodhin shenjat e mëdha të kiametit. Ibn Mesudi thoshte: "Janë dy tymëra, njëri ka dalë kurse i dyti do të mbush mes qiellit dhe tokës, dhe besimtarin do e kap si një grip, kurse jo besimtarit do i çaj veshët." Taberiu thot: "Nuk ka çudi që të ketë ndodhur me mohuesit Kurejsh ajo që ndodhi si ndëshkim për ata me diçka që i paralajmëroi dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe po ashtu të shfaqet përsëri tym tjetër me njerëz të tjerë, siç ka ardhur në hadithet e përcjella nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, sepse siç dihet, hadithet që e vërtetojnë shfaqjen e tymit pak para ditës së kiametit janë të qarta, dhe që të dyja këto janë të vërteta dhe të sakta. Neveviu Allahu e mëshiroft thot: "Mundet që të jenë dy tyme për të bashkuar mes transmetimeve që kanë ardhur në lidhje me këtë gjë. Nuk ka dyshim se bashkimi mes dy transmetimeve është rruga më e mirë në këtë rast, përderisa këto nuk e kundërshtojnë njëra tjetrën, e Allahu e di më mirë."